hall nga ana tjetër, kemi pasur një gjysh italian. Oh, interesante. Italian nga i 39-s, nga ata të Duçes. Edhe gjyshi jon Kalabria. Luftëtar në Shqipëri? Ka në Shqipëri, po me kontingentin e 39-s. Ka qenë ushtar në Shqipëri, i Duçes? Ka qenë ushtar italian në Shqipëri, i Duçes, po. Aty nga Pogradeci e hodhëm fillimisht, ishte në retrovije, në këto prapavijat e kështu. Edhe siç falimentoi pastaj Italia fashiste që erdhi u dorëzua përpara gjermanëve vrisnin italianët. U ndodhi në fshatrat tona, ne jemi fshatra, na mbajnë për komunistë në fakt, po na mbajnë këta të fundit. Po në fshatrat tona kush vjen i uritur. Nuk e di ti kur erdhe në fshat, kishe uria, ja, pra, nuk baja mënd emrin e fshatit, po mbaja mënd bukën me djaf. A kështu uri kanë pasur. Do të ketë shijuar bëse. Shiko, dhe kjo që ka shumë e bukur, një sekond, atëherë gjyshi, ky njeri vjen në fshat, ushtari italian i 39-s. Është gjyshim nga ene mamas. Po si, a ju martua me një shqiptare, me gjyshën tënde? A ju martua me gjyshën time, bëri 3 fëmijë. Sa e bukur. A i ndonjë u bë shqiptar praktikisht. Ç'a ndodhi? Si ku në Itali? Ai erdhi, do me thënë, siç falimentoi Italia fashiste, s'mundet të ktheheshin, ca ngeleshin rrugëve e kështu. Ky u gjendë në ato anë, edhe hipi në Zagori, atje e dinte që nuk do ta ngjiste dot Gjermani, aq siç mund ta gjende në ligurinë e Gjirokastës apo në këto fushat. Atje, edhe erdhi atje u strehua, fshati e strehoi, ishte edhe duar flori, do me thënë ishte punëtor i madh, bënte janë mobilje, ishte marangos, bënte familje, bënte nga ato, se si i thonë, si qënë ato që bëjnë pajën, ato sënduqit e me karsela, sënduqit. Po. Bënte sënduq, bënte të gjitha ato, do me thënë, në cipte bukën. Dhe aty mori nuse, u dashurua me i vajzë shqiptare, të zonës. Ati u dashurua, në thojse se atere dashurinë e vendoste mamaja e nuses. Do me thënë, ishin kandidatët, kush do flasin për 42-shin. Janë 3 kandidatë në fshat, për shembull, ky, ai dhe ai zgjidhe merr, llafi vjen. Edhe fillonin, do me thënë, bëheshin ato. Po ai duhet ishte shumë i kërkuar në fshat, besoj. Gjyshi. I kërkuar si punëtor. Jo si dhëndër. Po, si dhëndër nga anët tona nuk mungojnë as nuse edhe as burra. Ne jemi të kompletuar nga ajo anë. Çdo njeri duhet mbajë pozicione vet e të kërkohet kur të vi fati në derë. Ai martohet me gjyshën tënde, bëjnë 3 fëmijë dhe jetojnë në fshat. Dhe jetojnë në fshat. Filloi të ndërtonte shtëpinë, ne kemi shtëpi karakteristike me gur, ai dogji Gjermani, se pritën partizanët pastaj. A pse erdhi Gjermani në fshatin tuaj pastaj? Erdhi në operacionin dhe të dimrit, po dhe të qershorit, mos gaboj. Po si nuk e arrestuan, si nuk e ndaluan, si nuk e gjetën gjyshin apo? Ishte si fshatar. Po, nuk ishte më... Ishte si fshatar, pastaj kur erdhi Gjermanët dhe fshati vet, vajti në shpellat e malit, domethënë janë ca shpella ku strehua edhe rrinin shikonin si Gjermani u vinte flakën shpive të tyre, se kush i dilte përpara Gjermanit në ato kohë. Për ata që thonë që s'ka pasur luftë, Lufta ka qenë edhe shenjat janë dhe tani, kur isha djalë. Kur vinim në mal, ne gjenim për shembull një thes me gëzhoja të qelluara nga një anë e malit dhe nga ana tjetër e malit. Për shembull, ne kemi italianët nga një anë. Atëre, ai u martua me gjyshen e maman e nënës tënde. Po. Dhe, mbas 44-s, kur mbaroi lufta, nuk iku në Itali? Lufta qëndroi akoma në fshat, bëri edhe një 4-5 vjet në fshat, pastaj e kërkuan nëpërmjet kryqit të kuq. Po, familja e tij. Familja e tij, sepse atij vdisje për bukë në Kalabri, edhe dërguan haber, domethënë që ai tha donte të merrte tezja, ishte 5 vjeçë, ishte e madhja. Daja ishte 1 apo 2 vjeç, mos gaboj, 1 vit e gjysmë, edhe mamaja ime ishte 6 muajshe, kur gjyshi vendosi të kthej se e kërkoni nëpërmjet kryqit të kuq familja në Itali. Ishte kalabrez.
Ishte Kalabres. Atje vdikej për bukë, domethënë ishte krizë humanitare në ato vite, ndërsa ai thoshte se më pas e kemi takuar, pastaj e kemi gjetur këtë gjush, ai thoshte që në Sheper, në fshat, në Zagori, po të punoje, mbijetoje, atje të ishte luftë apo paqe, atje mbijetesa varet nga duart e tua. E bukur. Po punove, Ron, po nuk punove vdes në çdo. Gjyshi iku dhe i la familjen aty, domethënë. Gjyshi iku donte të merrte tezën, ajo fshete kotet si pulave në përdru, aty iku autobusi, pastaj e la dhe donte të merrte edhe gjyshen, domethënë gruan e vet, po gruaja e vet në ato kohra i ka thënë, çdo bëj unë në Itali, ka thënë, unë këtu kam vëllezër, kam maman, kam familjen e saj, domethënë, unë atje jam me huaj, unë nuk largohem nga fshati, edhe i premton që do ikë dhe do kthehem pasi të rregulloj ca gjëra. Pa i su kthye dot më kur, sepse kufit u mbyllën. Nuk, sepse u mbyllën kufit, jo dërgoj ca letra, ato letra pastaj përktheshin apo nuk përktheshin, pastaj filloi ajo lufta e klasave dhe të gjitha ato. Po ju patët probleme duke qenë me këtë gjyshin italian apo si a bët ju? Po neve kemi qenë familje punëtorësh, domethënë problemi është, po në qoftë se je ti daj dafare, domethënë në qoftë se ti punon fort, as Perëndia nuk të dënon dot. E drejt. Tani edhe një gjë. Gjysha jetoi vetëm, me nënën tënde, me tezën, me dajën, i rriti vetëm fëmijët. Rriti fëmijët, u dha dhe shkollë, në fakt shkollën u dha Enveri që domethënë sistemi i keq, ai hapi derën se i varfri ndihmoi, këta ishin njeri pa njeri, vajtë studiuan, ecën, u bën mësuese teze, mësuese, ama ai me ngeli në fshat si më e vogla e kështu. Edhe jetuan... Tezja të tregoj më pas në njerë, ishte penduar që u fshete koteci dhe siku me baban? Të tregoj më pas? Absolutisht. Pendimi i atyre nuk ka qenë kurrë. Mbase pendimi mund t'ishte joni kur mund të mendoj, po pse, derisa nena dukeshin më të mëdha ato porrallat që na tregoi. Pse nuk ike, pse qëndrove, shi tani, shi atje. Mirë po, brezat e më parashëm ishin më pak naiv se që jemi në sot. Ata e dini mirë se çdo me thënë, çdo gjë edhe sepse Zagoria ka qenë emigrante që nga kohë e njifte emigracionin. Që nga kohë e lashta. Më tregoj, takove ndonjëherë gjyshin tënd? Patjetër. Atëherë ndalojmë te ky moment, që ti pastaj fillove të kërkosh gjyshin. Neve gjyshim në fakt e dinim të vdekur. Sepse derisa nuk u bë gjallë, tham, kush e di, duke llogaritur edhe moshën, i bie që ti je teorikisht i vdekur. Gjyshja kishte vdekur ndërkohë, gjyshja? Jo, gjyshën e kishin gjigante. Gjyshja nuk... Gjyshja ishte gjallë, gjyshja qëndronte në pragun e vet. Nga anët tona thonë, ha më pak e rri në prag. Ka qenë një grua punëtore madhe, një grua shumë shoqërore, ka qenë një grua ku njerëz, familje të tëra, ka qenë krizë e bukës, kush punonte kishte të vinë, kush punonte vinin hanin bukë tek nga duart e gjyshës time familjet që kishin mbase edhe burrë e kështu. Domethënë ka qenë shumë e gjendur, ka qenë mjaft nikoqire themi neve. Edhe kështu. Pastaj siç u hapën kufit, ne në fakt ne nuk kërkonim gjyshin se e imagjinonim të vdekur, po kërkonim mundës, domethënë kishim dëgjuar një dy llafe që mundet të bëheshim, mundet të farvalere, mund të njihnin faktin e të bëheshin si qytetar italian, në qoftë se vërtetonin që jemi pasardhës të këtij gjyshi. Dhe çfarë bët? Shkuat e kërkuat familjen, mbiemrin se u kishit letrat, kishin qytetin. I kishin familjet, po i kishim me të dëgjuara, domethënë emër mbiem për shembull. Ai quhej Pietro Antonio. Ndërkohë sa Pietro Antonio kishte në... Jo, në fshat quhej Andon. Ja, unë jam Andoni. A ti ke emrin e gjyshit, Andon. Të dy gjyshve, dhe tjetër e kam Andon. Andoni ka plot nga anët tonë, nuk qahet për Andon. Dhe e kërkuat. Kështu që Andon Vaiti, për shembull, ka qenë një i viteve 1800, në kohën ku emigroi në Brazil.
përgjigje. Nuk ishte një ndonjë në kone e Mussolinit në 39-ën. Se quhej edhe Pietro, thoshte gjyshja, po tani që ishte Pietro Antonio, nuk ekzistonte. Nëse mezi u gjet pastaj me ca priftëri, me ca si ishin si quhet si misione, u harri, do me thënë, u vajti via terra, në mënyrë toksore, si thonë, e gjetën edhe gjyshin, u organizua edhe një incontro, një takim midis fëmijëve të ti, edhe gjyshit, bëjmë fjalë, gjyshja tezja ishte 5 vjeçe, mamaja 6 muaj. Mamaja se kishte njoft ndonjëherë babain e vet. Vetëm kur vajti 50 vjeçe, pak a shumë, atëre do me thënë do prezantohej një ditë me baban e vet. Isha atë ditë? Jo, unë s'kam qenë, atë ditë nuk isha. Ditë regimin e mamas, do me thënë, që e takoj babain. Jo, unë isha në korrent të muhabetit, se isha i madh, mund isha rreth 20 vjeçe, kështu. Po, mirë, mamaja e tregoi me detaje pastaj. Ku e takuan, në çfarë vendi? Tek shtëpia e vet. A jetonte po në Kalabri? Ai erdhi në Kalabri, rregulloi disa gjëra, pastaj u largua, erdhi këtu në Veri. Në Veri? Në Veri, bëri ca punë të tjera këtu,